Horoskopi ditor, dashi, sot hëna fillon ditën në sektorin tënd të dytë, që lidhet me burimet personale dhe sigurinë materiale, duke nxjerrë në pa dëshirën tënde për rehati dhe stabilitet. Kjo është një kohë për të lidhur me veten dhe për të gjetur ekuilibrin brenda rutinës dhe jetës së përditshme. Ke nevojë të ndihesh i mbrojtur dhe i njohur me mjedisin tënd, duke krijuar një bazë të sigurt për veprimet e mëtejshme. Më vonë, hëna lëviz në sektorin tënd të komunikimit dhe ndjenja për interaktivitet rritet. Sot ndihesh i tërhequr nga biseda, shkëmbimi i ideve dhe kontaktet me të tjerët. Një pjesë e jote dëshiron të nisë një projekt ambicioz, por duhet kujdes që të mos e teprosh, veçanërisht nëse vëmendja jote shpërndahet mes shumë detyrave ose ideve. Në fillim të ditës mund të ndodhë që të kuptoheni pak më vështirë me të tjerët, dialogu mund të duket i ndarë mes kuptimit dhe mosmarrëveshjes. Kjo situatë, megjithatë, mund të shërbejë për të ushqyer mendimin kritik dhe reflektimin. Është një mundësi për të përballuar frikën nga ndryshimi dhe për ta kaluar atë me vetdije. Vëmendje edhe tek veprimet impulsive, shpesh ato lindin nga një dëshirë e sinqertë për ndryshim, por nuk duhet të lejojnë që të kontrollojnë sjelljen tënde. Ndërsa dita avancon, mund të ndodhë një bisedë shëruese me një mik. Demi, sot hëna largohet shpejt nga shenja jote dhe ndjenjat fillojnë të qetësohen. Ke një dëshirë të madhe të ndihesh i rehatshëm dhe i sigurt në ambientin tënd. Kjo është një ditë për të kërkuar ekuilibër dhe rehati në mënyrë që të përballosh sfidat me qetësi dhe vendosmëri. Megjithatë, tranziti i Merkurit me Uranin gjatë pjesës së parë të ditës mund të bëjë të ndihesh pak i shqetësuar ose jashtë sinkronizimin. Është një moment i mirë për të planifikuar më parë dhe për të pasur një listë prioritetesh. Edhe nëse ndodhin gjëra të papritura, të pasurit një plan të qartë të ndihmon të mos humbasësh drejtimin. Komunikimi mund të jetë i vështirë sot, ose mund të shpërqendrohesh lehtësisht. Për këtë arsye, vendimet nuk duhet të nxiten. Është më mirë të ndërtohet forca dhe besimi tek vetja para se të merret një përfundim. Ndonjëherë mund të marrësh sinjale të ngatëruara nga dikush i afërt, por pasi t'i kalosh ato, do të ndihesh më i fortë dhe më i qetë. Mendohu që pak ankth ose padurim mund të pengojë të shfrytëzosh mundësitë që ke sot. Gjendja jote emocionale forcohet nga ndjenja e sigurisë dhe pavarësisë. Çdo përpjekje për t'i arritur këto gjëra, madje edhe të vogla, do të jap kënaqësi dhe stabilitet. Binjakët, sot një pjesë e jote është e përqendruar në gjetjen e paqes dhe stabilitetit, ndërsa një pjesë tjetër dëshiron të zhyset më thellë në problemet që të shqetësojnë. Kjo është një ditë e mirë për të mësuar shumë, edhe pse mund të ketë pak tension ose vështirësi në komunikim me të tjerët. Nëse një situatë duket sikur të çon në një rrugë pa dalje, mund të duhet të shqyrtosh alternativa të tjera. Por duhet të jesh i kujdesshëm që të mos tërhiqesh ose të hyni në diçka thjesht për shkak të frustrimeve të momentit. Tensionet e sotme janë të përkohshme dhe nuk zgjatin, sekrete ose të vërteta të fshehura mund të dalin në pa. Por ky proces të ndihmon të lësh pas të kaluarën në mënyrë të dobishme. Ky akt mund të japë një ndjesi fuqizimi dhe çlirimi emocional. Nëse nuk je në kontakt me nevojën tënde për ndryshim, mund të ndihesh i brendshëm, i paqet ose pak nervoz. Premto vetes që sot do të marrësh kohë për të kuptuar dëshirat e thella dhe të fshehta të shpirtit tënd. Sot hëna hyn në shenjën tënde, duke vënë në fokus nevojat dhe ndjenjat personale. Gaforja, sot mendja jote është e përqendruar tek puna, shëndeti dhe çështjet e shërbimit ndaj të tjerëve, dhe thelbi është të bësh ndryshime të vlefshme në këto fusha. Mund të ndodhin ndryshime planesh ose surpriza të papritura, që në fillim mund të duken shqetësuese, por në fund mund të çojnë drejt një situate më të mirë ose një pozicioni më të favorshëm. Nëse je vonë me një projekt, provoni të vendosësh pak kohë vetëm për veten ose në një ambient ku ka pak shpërqendrime. Kjo të lejon të përqendrohesh dhe të përparosh pa presion të jashtëm. Sot mund të përballesh me padurim ose nervozizëm nga të tjerët, por shpesh është më mirë të tërhiqesh pak derisa situata të qetësohet. Gjej mënyra për të mbajtur veten të angazhuar me gjëra që do, në mënyrë që të mos jesh shumë i ndjeshëm ndaj luhatjeve sociale.
Kjo do të ndihmojë të përjetosh më shumë paqe dhe qetësi të brendshme. Mund të ndodhin ndjenja të çrregullta ose pak ankth për shkak të nevojës për ndryshim ritmi, por çelësi është të veprosh me qetësi dhe të përqendrohesh në një gjë në një kohë, jo në mënyrë të çrregullt. Të rrëzohesh në tokë dhe të qëndrosh i balancuar është e rëndësishme. Sot mund të vendosësh të marrësh hapa konkret për të përmirësuar jetën tënde duke lënë pas një problem të rëndë. Energjia sot të mbështet në çlirimin emocional dhe largimin nga situata që kërkojnë shumë. Luani sot mund të ketë keqkuptime të vogla. Ndryshimet në planet ose ndryshimet e mendimeve mund të hedhin pak jashtë ekuilibrit në fillim të ditës. Është e rëndësishme të shmangësh vendimet e nxituara dhe të përpiqesh të mësosh nga dallimet që has, në vend që të reagosh menjëherë. Nëse ke nevojë për kohë për të rregulluar gjërat, merr atë kohë dhe përpiqu të shmangësh shpërqendrimet. Ndjenja të reja tërheqjeje ose dëshira mund të shfaqen sot, por nuk është e sigurt që ato do të kenë një ndikim afatgjallë. Mund të ndodhë që të ndihesh sikur po rrotullohesh pa arritur shumë nëse lejon që lista e gjërave për të bërë të mbingarkojë. Kërko mënyra për të ndryshuar ritmin e zakonshëm dhe për të bërë ditën më të gjallë, por gjithmonë fillo me diçka të dobishme dhe pastaj vazhdo me aktivitetet e tjera. Pak çrregullim sot mund të ndihmojë të forcosh vendosmërinë për të rikthyer në rrugën e duhur. Në aspektin emocional, je mjaft i distancuar për të lëshuar disa pengesa personale, dhe kjo bën që ndërveprimet e tua të jenë më të këndshme dhe të lehta. Birgjëresha, sot mund të ndihesh pak i keqkuptuar, veçanërisht në fillim të ditës, dhe kjo mund të bëjë të ndjesh pak nervozizëm ose shqetësim. Arritja e qëllimeve mund të vonohet, por shpesh këto vonesa kanë një kuptim të fshehtë. Për shembull, një ndryshim planesh mund të çojë drejt diçkaje më të mirë. Tendenca për shpërqendrim dhe ndjenja e të zhvendosurit është e fortë sot. Prandaj përpiqu të jesh më i vëmendshëm dhe i kujdesshëm se zakonisht. Menaxho energjinë tënde të shqetësuar sa më mirë që mundesh dhe mos lejo që padurimi të marrë kontrollin. Një dallim mendimesh mund të irritojë më shumë se zakonisht, por është një mundësi për të ushqyer reflektimin dhe qartësinë mendore. Fatmirësisht, ndjenja se je pak jashtë ritmit shpesh të motivon të bëhesh më i organizuar dhe më produktiv ndërsa dita avancon. Nëse nuk je gati të vendosësh qëllime specifike, mund të përfitosh duke kanalizuar energjinë tënde në aktivitete kreative, fizike ose thjesht për kënaqësi dhe argëtim. Peshorja, sot të tjerët mund të keqkuptojnë ose të sfidojnë idetë dhe planet e tua në fillim të ditës. Mund të ndodhin ndryshime në planet e tua, ose mund të marrësh lajme që të detyrojnë të rishikosh një përpjekje të fundit ose të përshtasësh orarin. Edhe pse këto situata mund të jenë të frustrueshme, ato mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë mendimet dhe qëllimet e tua. Ngjarjet e sotme mund të motivojnë të shmangësh shpërqendrimet dhe të rritësh produktivitetin. Nëse rutina e zakonshme të ka mërzitur, mund të vendosësh të përdorësh metoda të pazakonta për të ndryshuar ritmin dhe për ta bërë ditën më interesante. Me vetëdije dhe reflektim, energjia e pakënaqësisë dhe nervozizmit mund të kanalizohet në mënyrë pozitive, për shembull duke punuar aktivisht mbi zonat problematike në jetën personale. Kjo është një ditë për të gjetur mënyra të reja për të përmirësuar gjërat dhe për të shfrytëzuar energjinë e ditës në mënyrë konstruktive. Akrepi, sot, marrëdhëniet dhe vendimet mund të jenë pak të vështira, veçanërisht në pjesën e parë të ditës. Nëse orari yt është i ngarkuar ose nuk ke planifikuar gjërat, mund të ndihesh i hutuar dhe të kesh vështirësi për të marrë vendime të qarta. Kur vjen puna tek paratë dhe gjërat e vlefshme, shmang veprimet e nxituara, sepse mund të harrosh ose të anashkalosh detaje të rëndësishme. Stresi mendor mund të mbajë të pavendosur lidhur me një çështje ose një person në jetën tënde. Në këto rrethana, është më mirë të mos marrësh vendime të shpejta dhe të presësh derisa të marrësh informacion shtesë. Gjykimet e nxituara nuk do të shërbejnë mirë sot. Merr frymë, qetësohu dhe përpiqu të largosh tensionin. Mund të ndodhë që njerëzit përreth teje të mos jenë në të njëjtin valë me ty, dhe kjo mund të krijojë pak tension.
Në vend që të veprosh menjëherë, është më e favorshme të vëzhgosh dhe të mësosh nga situata. Sot është një kohë e shkëlqyer për shërim emocional, veçanërisht nëse synon të lësh pas ngarkesën emocionale të së kaluarës. Shigjetari, në fillim të ditës mund të ndihesh i zënë ose sikur ka shumë për të bërë, ndërsa brenda teje lind dëshira për diçka më të lirë dhe emocionuese. Jeta mund të duket pak e paorganizuar dhe mund të duhet të përshtatesh me ritmin e saj. Tensioni mund të vijë nga shqetësimet për gjërat që nuk i ke përfunduar ende. Nëse ke shumë detyra, mund të ndihesh i shpërndar dhe i humbur se ku të fillosh. Gjithashtu, mund të ndjesh se puna dhe rutina të rëndojnë, ndërsa dëshira jote është të marrësh pjesë në aktivitete më të lira dhe kreative. Veprimet e nxituara ose bazuar vetëm në padurim mund të largojnë nga qëllimet e tua. Prandaj është e rëndësishme të ruash qetësinë dhe të veprosh me maturi. Marrëdhëniet e afërta janë në fokus sot. Mund të ndihesh më i sigurt për të ndjekur një lidhje, për të shprehur ndjenja ose për të bërë paqe me dikë të afërt. Sot është një ditë për të gjetur balancën mes detyrimeve dhe dëshirës për liri, duke u fokusuar tek ajo që vërtet ka rëndësi për ty dhe për lidhjet e tua personale. Britsjapi, sot mund të mendosh për mënyra për të çliruar veten nga kufizimet e së kaluarës dhe për të lëvizur drejt më shumë pavarësie. Në pjesën e parë të ditës, me aspektin e Merkurit me Uranin, komunikimi mund të jetë i pasakt ose mesazhet mund të kuptohen gabim. Është më mirë të qetësohesh dhe të menaxhosh gjërat hap pas hapi, sesa të veprosh në mënyrë të shpërndar, pasi kjo vetëm do të rrisë ndjenjën e ankthit. Marsi që po tranziton shenjën tënde sjell shumë energji dhe vendosmëri në personalitetin tënd. Sot, nëse arrin ta drejtohesh këtë energji në mënyrë produktive, mund të përqendrohesh tek gjërat e vogla që duhet përfunduar. Të bashkosh pjesët e shpërndara dhe të ndihesh i kënaqur për arritjet e tua. Gjithashtu, mund të ndodhë që të ndihmosh të tjerët ose të luash një rol mbështetës, dhe kjo të sjellë kënaqësi. Sot është një ditë për të përdorur energjinë personale në mënyrë të dobishme, për të zgjidhur detaje praktike dhe për të ndjerë përmbushje nga puna dhe ndihma që ofron. Ujori, sot mendimet mund të jenë pak të shpërndara në fillim të ditës dhe nuk është e lehtë të marrësh përgjigje të qarta. Megjithatë, dita ka një mënyrë për të nxjerrë gjërat në sipërfaqe, edhe pse kjo mund të duket pak kaotike, në fund është e dobishme dhe e vlefshme për të kuptuar më mirë situatat dhe njerëzit përreth teje. Nëse ndjen një mungesë të papritur energjie në një marrëdhënie ose projekt, di që kjo është e përkohshme. Mund të duhet të qëndrosh në dilemë për një çështje dhe të mendosh për opsionet për një moment. Kjo mund të bëjë të ndihesh i ndarë ose i lodhur, por gjithashtu të ndihmon të marrësh perspektivë dhe të shohësh gjërat më qartë. Shfrytëzo mundësinë për të zbuluar ide të reja dhe për të eksperimentuar me mënyra të ndryshme të menduarit, por gjithmonë vëzhgo para se të veprosh. Më vonë gjatë ditës, energjia bëhet më e lehtë për ndërveprime të këndshme dhe produktive me të tjerët, duke krijuar mundësi për biseda të frytshme dhe lidhje të kënaqshme. Peshqit, sot, hëna hyn në sektorin tënd të familjes, duke vënë në fokus jetën personale dhe emocionet e tua. Energjia mund të duket pak e shpërndar, por kjo mund të ndihmojë të angazhosh një përkushtim më të madh për të organizuar dhe për të qartësuar gjërat që kanë rëndësi. Mund të marrësh këshilla që të shqetësojnë, por konsidero se pjesët e tyre mund të jenë të dobishme. Edhe nëse nuk i ndjek plotësisht, mund të arrish në një vendim më të balancuar. Përpiqu të adresosh zonat problematike ose të marrësh një hap pas për të parë një marrëdhënie ose shqetësim me objektivitet. Shumë nga problemet mund të zgjidhen me pak durim dhe qetësi. Në pjesën e parë të ditës mund të jetë pak e vështirë të kuptoheni me të tjerët, por kjo mund të sjellë kthesa interesante dhe të hapë mundësi për reflektim. Është e dobishme të kuptosh dëshirat e pazakonta që ndihen sot, pasi shpesh ato janë vetëm shenja të nevojës për një ndryshim të vogël. Kini kujdes të mos nxitoj për t'u larguar nga situatat ose të reagosh impulsivisht. Vepro me vetdije dhe maturi. Përndryshe, kjo është një ditë e mirë për të ndarë vizionin tënd me të tjerët dhe për të krijuar lidhje që të ndihmojnë të ecësh përpara.